Mirë se keni ardhur vëllezër dhe motra dhe shumë bekim që jemi së bashku dhe therasim sot Hosana, Hosana, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Është thirrja që populli i Izraelit duhet të bënte, udhëheqësit fetar të Izraelit duhet ta bënin, farisejnë, saducejnë dhe çdo klasë tjetër politike dhe fetare në Izrael duhet ta bënte në kohën kur Perëndia vizitoi kombin e tij përmes Krishtit, Mesis, ai që ishte i vajosur, i zgjedhur për Izraelin. Vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur dhe një herë dhe shumë bekim që jemi së bashku. Volida, mirë se ka ardhur. Almeida, mirë se ka ardhur. Nana Nakes, mirë se ka ardhur. Zoti ju bekoft. Ndoc, Vera Ndoci, mirë se ka ardhur. Natasha, mirë se ka ardhur. Lavdi Perëndis për kushtimin tuaj ndaj fjalës së Perëndisë dhe besoj që do të kënaqemi sot duke dëgjuar fjalën e Zotit. Drita, mirë se ka ardhur. Ilir, vllai Ilir, mirë se ka ardhur. Zoti ju bekoft. Le ta kushtojmë këtë kohë Perëndisë tonë, le të kënaqemi në prezencën e Zotit, le të kuptojmë të vërtetën e Perëndisë mbi kthimin e Krishtit, le të kuptojmë shpresën e gjallë që është në Mesin, pra në Krishtin Jezus. Le të kuptojmë që ne kemi një shpresë e cila kalon e tejkalon vdekjen, është një shpresë e patundur, e cila na afron pranë Perëndisë tonë. Prandaj le t'ja përkushtojmë këtë kohë Zotit dhe le ta ndajmë këtë live në mënyrë që vëllezërit dhe motrat të bekohen dhe njerëzit të dinë dhe të kuptojnë të vërtetën për fundin e kohërave dhe për ardhjen e Krishtit, po gjithashtu të kuptojnë që ne jemi brezi që do të shikojmë ardhjen e Krishtit Jezus. Dhe koha po përmbushet dhe do të shikojmë sot do të hyjmë në, po bëj një parantezë para lutjes, ne sot do të hyjmë në kontekstin e diskutimit të malit të ullinjve dhe besoj do të kënaqemi së bashku me atë që Krishti i thot Izraelit dhe me derën që i hap kombeve, pra që na hapi neve, por në fund do të kuptoni që kjo është për një farë kohë dhe kjo kohë po përmbushet. Le t'ja kushtojmë këtë kohë Perëndisë tonë, le të ftojmë vëllezërit dhe motrat dhe le të bekohemi nga vizita e Perëndisë. Unë jam i bindur që Perëndia nuk
nuk na viziton vetëm përmes fjalës së tij, po gjithashtu Perëndia përmbush çdo gjë, pra lutjet tona, kërkesat tona, nevojat tona, situatat tona. Perëndia është i gjithdijshëm, është i kudo ndodhur, është përmbi korat. Ai për të nuk ekziston koha si mund të ekzistojë për ne. Ai nuk ka limit. Prandaj le të përkushtojmë këtë kohë Perëndis me besimin e plot që Perëndia do të bëjë në ne një vepër të mrekullueshme, fizikisht, shpirtërisht, po gjithashtu Perëndia do të na bekojë me një njohuri dhe zbulesë të re sot në fjalën e tij. I bekuar qofsh ti o Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm, Ati i krijimit, Perëndia i paqes. Ti je i mirë, Zot, dhe mirësia jote vazhdon brez pas brezi për të gjithë ata që janë thirrur sipas emrit tënd. Ata që të duan o Zot, Perëndi i dashur, dhe kanë vendosur besimin në ty. Po, Perëndi, ne thrasim Hosana. Hosana në lartësi, Hosana birit të Davidit. Hosana mbretit mbi mbret dhe Zotit mbi Zot. Perëndia që na deshi, na do dhe do të na doj deri në përjetësi. Ne thrasim Hosana ty o Zot, dhe ne themi mirë se vjen Zot, mirë se vjen në këtë shërbes, mirë se vjen në jetët tona, mirë se vjen Zot dhe ulesh në fronin e zemrave tona. Mirë se vjen Perëndi i dashur në nevojat tona. Mirë se vjen Perëndi i dashur në përmes shkrimit tënd o Zot. Mirë se vjen Perëndi i dashur në sëmundjet tona, në lëngatat tona, në problemet tona financiare, në nevojat tona o Zot si familje, në nevojat tona si kom, Perëndi i dashur, si kisha jote o Zot. Perëndi, ne themi mirë se vjen ti o Perëndi. Dhe bekuar qofsh Perëndi i dashur, që përmes frymës tënde të shenjtë o Zot, Perëndi i dashur, do të vajosësh këtë shërbes të fjalës tënde, sepse fjala jote është një fjalë e bekuar, një fjalë e fuqishme, një fjalë, Perëndi i dashur, që ndan, Perëndi i dashur, thot fjala jote, e parë nga koskat, Zot. Perëndi, ne të falenderojmë, Zot, Perëndi i dashur, që ka një zbulesë, Zot, Perëndi i dashur, dhe ti dëshiron, Zot, që ne ta kuptojmë, ne ta pranojmë, ne ta dëgjojmë. Zot, të lutemi, hap sytë dhe mendjet tona, hap veshët tanë shpirtëror. O Perëndi, ti na njeh, ne nuk mund të fshihemi përpara teje. O Zot, ti e di, Zot, se çfarë ka ndodhur. Ti e di, Zot, se çfarë ndodh. Ti e di, Perëndi i dashur, madje thot fjala jote, o Zot, ti e di fjalën përpara se ajo të jetë në buzët tona. Zot, Perëndi i dashur, ti je Perëndia i zemrave. Unë të falenderoj, Zot, që ti njeh, Zot, të fshehtat e zemrave tona, o Zot. Të falenderoj, Zot, Perëndi i dashur, që përpara teje jemi një libër i hapur. O Perëndi, na fal. Zot, unë e di, Perëndi i dashur, që ti nuk punon, Zot, Perëndi i dashur, dhe ti e kupton, Perëndi i dashur, që ne nuk mund të jemi të përsosur në këtë botë për shkak të mëkatit, për shkak se jetojmë në një botë të mëkat, Perëndi i dashur. Dhe unë të falenderoj, Zot, që ti na pranon, na pret kështu siç jemi. Zot, na fal fajt dhe mëkatet. Ato që kemi bërë me dashje dhe pa dashje. Na fal, Perëndi. Na prano, Zot, na transformo, ripërtëris, Zot, Perëndi i dashur, mendjen, zemrën tonë, Zot, Perëndi i dashur. Vendose besimin tonë tek fjala jote, o Zot. Vendose besimin tonë, Perëndi, tek Krishti Jezus, o shpëtimtari ynë. O Zot, të lutem, Perëndi i dashur. Na ndihmo, Zot, Perëndi i dashur, të ngrihemi përmbi lartësitë tona, përmbi problemet tona, përmbi sëmundjet tona, përmbi vështirësitë tona, Perëndi i dashur, dhe të ecim çdo ditë duke mbajtur dorën e Krishtit Jezus. Zot, të lutem, vizitoje popullin tënd, çdo vëlla dhe motër, Zot, që do ta është në këtë live, po gjithashtu dhe ata që do ta dëgjojnë, Zot. Unë lutem për bekim, lutem për kuptueshmëri, lutem për mendje të hapura, lutem për zemra që janë gati të pranojnë fjalën tënde, si një fjalë Perëndie dhe jo si një fjalë njeriu. Dhe Zot, ne lutemi, fol ti o Zot, sepse shërbëtorët e tu o Zot janë gati për të dëgjuar fjalën tënde. Hosana, Hosana në lartësi, Hosana birit të Davidit, Hosana Krishtit Jezus, Zotit dhe shpëtimtari ynë. Në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, unë jam lutur. Amen. Vëllezër dhe motra, mi se keni ardhur dhe njerë dhe shumë bekim që jemi së bashku. Jemi në predikimin e 8 të diskutimit në malin e ullinjve. Dhe tema është çfarë tha Jezusi specifikisht për rrëmbimin. Konteksti historik i diskutimit në malin e ullinjve është
pikërisht ajo që ne do të shikojmë sot. Nëse ne nuk do të kuptojmë, vëllezër dhe motra, kontekstin historik të diskutimit të Jezusit në malin e Ullinjve me dishepujt e tij, ne nuk do të kuptojmë në fakt përmbajtjen e tij. Më dëgjoni, është shumë e rëndësishme, nëse duam të kuptojmë pra përmbajtjen e një mesazhi biblik, konteksti është gjithçka. Dua ta përsëris edhe një herë. Nëse duam të kuptojmë pra përmbajtjen e një mesazhi biblik, konteksti është gjithçka. Vëllezër dhe motra, unë nuk po them se Perëndia nuk flet përmes një vargu të caktuar, në momente të caktuara ai nuk dërgon fjalën e tij rema. Por që ne të kuptojmë një pasazh të plot biblik, ne kemi nevojë pra që të dimë kontekstin e asaj gjëje. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Le t'ju jap një shembull për shembull. Në rast se dikush është në një dialog, pra, ndoshta është në një debat në zyrën e shefit të tij ose në një vend tjetër, dhe ai del jashtë ose ne dëgjojmë pra që thotë që na thot neve shefi më tha dil jashtë, ose ne kemi dëgjuar vetëm këtë pjesë pra, këtë shprehje, dil jashtë, duke qenë se ne nuk kemi qenë pra prezent, nuk kemi qenë pjesëmarrës, ose nuk e kemi dëgjuar të gjithë bisedën, dhe brenda mund të ketë pasur për shembull, ndoshta debat, mund të ketë pasur akuza, mund të ketë pasur sharje, kërcënime, ofendime dhe shumë gjëra të tjera. Pra, çka e ka detyruar pra palën tjetër që ta acarohet dhe ta ndërpresi bisedën, ne mund të krijojmë një perceptim, pra ose një mendim të gabuar për shkak të një të vërtete të pjesshme. Pra çfarë dua të them me këtë shembull? Me këtë shembull është kjo gjë që dua të them. Nëse duam të kuptojmë pra përmbajtjen e një mesazhi, e një bisede, e një teksti biblik, konteksti është gjithçka. Pra ajo që ka ndodhur përpara, e gjithë rrjedhshmëria e bisedës pra që shefi ka bërë me këtë punëtorin ose këtë varësin e tij, ne mund ta kuptojmë vetëm duke ditur të gjithë pra situatën, çfarë ka ndodhur pra që nga A-ja deri te Z-ja. Pra në rast se ai e ka kërcënuar, ai mund ta ketë kërcënuar shefin, ai mund ta ketë shantazhuar, ai mund ta ketë shar, ai mund të jetë sjell në mënyrë arrogante dhe shefi ka thënë dil jashtë. Dhe ne dëgjojmë vetëm palën tjetër që thot shefi më tha dil jashtë, ose ne dëgjojmë vetëm dil jashtë. Por mund të ketë ndodhur dhe diçka tjetër, mund të ketë shpërthyer në një zjarr në godinë dhe shefi thot dilni jashtë shpejt sepse ka shpërthyer pra zjarri dhe ne dëgjojmë vetëm dilni jashtë. Pra kur ne dëgjojmë dilni jashtë, ne shpesh herë bëhemi konfuz, ne nuk e kuptojmë. Ne thjesht themi që çfarë ndodhi, pse i tha këtij dil jashtë? Si ka mundësi? Pra ne jemi akoma pra në mjergull, ne nuk e dim pra të vërtetën e kësaj gjë. E vetmja mënyrë pra që ne të njohim të gjithë të vërtetën është që ne të kuptojmë kontekstin e asaj që u tha ose e asaj që u diskutua. Dhe e njëjta gjë, vëllezër dhe motra, është edhe me Biblën. Konteksti biblik është gjithçka për të kuptuar të vërtetën e një pasazhi biblik. Le të futemi tashmë në kontekstin biblik të diskutimit në malin e Ullinjve. Kapitujt 21, 22 dhe 23 të Mateut njihen si diskutimi në tempullin e Jeruzalemit. Po e them dhe njerë, 3 kapitujt para kapitujve që ne duam të shikojmë, pra kapitujt Mateu 21, 22 dhe 23 njihen si diskutimi i Jezusit në tempullin e Jeruzalemit me mësuesit fetar. Në fillim të kapitullit 21 na tregohet për hyrjen nga dhënjimtarët e Jezusit në Jeruzalem. Pas kësaj, Krishti hyn në tempull dhe merr pjesë për disa ditë atje. Një gjë që duhet të theksojmë është që komuniteti fetar ndodhet pra në tempull sepse është Pashka e Zotit pas disa ditëve. Dhe unë dua t'ju kujtoj nga predikimet e mëparshme që ishin të paktën 3 festa të detyrueshme
ku çdo jude duhet të ishte në Jeruzalem. Pra duhet të ishte në tempull për të afruar flijime apo falenderime. Dhe një nga këto festa ishte Pashka. Kujtojmë vëllezër dhe motra gjithashtu që Jezus Krishti vetë u kryqëzua për Pashkë. Midis farisejve, saducejve dhe Jezusit u diskutua për shumë tema dhe në fund të kapitullit 23 Jezusi largohet pra nga tempulli. Le të shohim në fakt konkretisht se çfarë ndodh. Në 6 prill të vitit 32 pas Krishtit, Jezusi hyn triumfalisht në Jeruzalem, zyrtarisht si Mesia i vërtet. Dhe kjo ishte data e saktë që Danieli, sipas profecive që ne i kemi parë më përpara të 70 ditëve, ju bë e ditur nga kryeëngjëlli Gabriel në profecinë e 70 jave. Jezusi ka hyrë në Jeruzalem i hipur mbi një kryq gomari, thot fjala e Zotit. Kjo histori e hyrjes triumfale e Jezusit në Jeruzalem në fakt është shkruar në të 4 ungjit. Pra shikoni se sa e rëndësishme ishte si histori, sepse kishte të bënte me përmbushjen e profecive nga ana e Krishtit. Është shkruar tek Mateu kapitulli 21 vargjet 1 deri 11. Na jepet tek Marku kapitulli 11 vargjet 1 deri 11. Po ashtu është tek Luka kapitulli 19 vargjet 29 dhe 44 dhe e fundit është tek Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 12 vargjet 12 deri në 19. Le të lexojmë Mateun 21 vargjet 1 deri në 11. Kur ju afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi 2 dishepuj duke u thënë atyre: Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush, aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulisht me të. Zgjidhni dhe mi sillni. Dhe nëse dikush ju thot gjë, i thoni se Zoti ka nevojë për to, por do t'i kthej shpejt. Tani kjo ndodhi për të përmbushur ç'ishte thënë nga profeti që thot: I thoni bijës së Sionit, ja po të vjen mbreti yt zemër but, hipur mbi një gomare madje një pulisht, pjellë një kafshë bare. Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si kishte urdhëruar Jezusi. Sollën gomaren dhe pulishtin, shtruan mbi to mantelet e tyre dhe ai hipi. Dhe një turm shumë e madhe shtronte mantelet e veta gjatë rrugës, ndërsa të tjerë thyonin deg nga pemët dhe i shtronin mbi rrugë. Turma që vinin përpara dhe ato që e ndiqnin brohoritnin duke thënë: Hosana, biri të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të larta. Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha: Kush është ky? Dhe turma thoshte: Ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galiles. Jezusi, vëllezër dhe motra, jo vetëm përmbushi profecinë e Danielit atë ditë kur ai hyri në mënyrë triumfale në Jeruzalem, por gjithashtu ai përmbushi profecinë e Zakarias. Le të lexojmë tek Zakaria, tek profeti Zakaria, kapitulli 9 dhe vargu 9. Zakaria kapitulli 9 vargu 9 na thot: Nga zëllo me të madhe o bie Sionit, lësho brit magzimi o bie Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po të vjen. Ai është i drejtë dhe sjell shpëtimin, i përulur dhe i hipur mbi një gomar të ri. Kush është pra ky mbret, Mesia? Ai zotëron fuqinë për të shpëtuar në fakt të tjerë dhe kjo na bën që të mendojmë që mbreti për të cilin Zakaria është duke folur është pikërisht Mesia që Izraeli po priste. Ai mban shpëtimin, vëllezër dhe motra. Ai është çelësi për ne që të shkojmë në qiell. Pra nuk ka dyshim që Jezusi ishte dhe është Mesia. Vetëm përmbushja e këtyre 2 profecive të Danielit dhe Zakarias na vërtetojnë pra që Jezusi ishte dhe është Mesia. Por edhe nëse kjo, vëllezër dhe motra, nuk ju bind ose nuk na bind, ne duhet të kuptojmë që në ardhjen e parë Jezusi përmbushi mbi 300 profeci dhe për të qenë i saktë është Jezusi ka përmbushur 324 profeci në ardhjen e tij të parë. Dhe ai i përmbushi ato në mënyrë literali deri në detajet më të vogla. Dhe vëllezër dhe motra,
Nëse ne shohim këtë gjë nga ana njerëzore, kjo është një gjë e pa besueshme, sepse mundësit pra që një person t'i përmbushi të gjitha këto profeci, pra të 324 profecit, është pothuajse e pamundur. Në fakt, kam lexuar një gjë interesante, vetëm përmbushja e 48 profecive dilte një numër me më shumë se sa 17-0. Pra vetëm 48 profeci po të përmbusheshin, ishte një gjë, një shifër shumë e madhe që duhet të përputheshin. Po 324 profeci që Krishti, që Jezusi i përmbushi, a nuk tregojnë që ai është Mesia, pra është nga ana njerëzore, është e pa kuptim, e pa mundur, e pa imagjinueshme, nuk mund të ndodhi. Po jo nga ana e Perëndis pra. Krishti, Jezusi është Krishti, është Mesia që Izraeli po priste. Deklarata ime, vëllezër dhe motra, është kjo. Nuk ka asnjë dyshim që Jezusi ishte dhe është Mesia. Pikërisht përmes përmbushjes së 324 profecive. Ku lexojmë në fakt Dhjatën e Vjetër, që flet pra për kaq shumë profeci të përmbushura nga Jezusi gjatë shërbesës së tij, pritshmëria jonë në fakt është që udhëheqësit fetar pra të asaj kohe në Jeruzalem duhet ta mirëprisnin Jezusin si Mesia i tyre. Pse, vëllezër dhe motra, e them këtë? Sepse ata ishin mësuesit fetar të Izraelit, ata ishin rritur me shkrimin, ata praktikonin, po ishin qëruar, themine, pra ishin verbuar, pra nuk e kuptuan kohën kur Perëndia përmes Krishtit Jezus i vizitoi pra. Vëllezër dhe motra, kjo nuk ndodhi në ardhjen e parë të Krishtit. Udhëheqësit fetar nuk e mirëpritën, edhe pse populli broëriti, edhe pse populli pa shenjat, ne duhet të kuptojmë që udhëheqësit fetar ju vunë kundër. Ata pra, udhëheqësit fetar, jo vetëm që e refuzuan si Mesian e tyre, por vepruan pra më keq, duke përdorur pra influencën e tyre që ta kthenin të gjithë kombin kundra Jezusit. Vëllezër dhe motra, kuptoni këtë gjë. Populli e njohur, udhëheqësit fetar më pas ushtruan influencën dhe ndikimin e tyre për ta përmbysur pra gjithë këtë shpallje që populli bëri dhe detyruan popullin të mëkatonte kundër Krishtit, duke mos e njohur Krishtin, duke e refuzuar Krishtin dhe 4 ditë më vonë ata e vranë. Prandaj Jezusi i dënoi ata duke i lënë në pasojat e vendimeve të tyre. Sepse duke mohuar Jezusin, në fakt ata në të vërtet ishin duke refuzuar ose duke mohuar Perëndin dhe po refuzonin pra përmbushjen e vullnetit të Perëndis për shpëtimin e kombit të Izraelit. Ka vetëm një emër, thot fjala e Perëndis, që i është dhënë njerëzimit dhe me anë të cilit njerëzit mund të shpëtohen, nuk ka fe tjetër. Nuk ka, vëllezër dhe motra, ne mund të gënjejmë gjoja se jemi vëllezër dhe motra me tjerë. Nuk ka emër përveç emrit Jezus. Nuk ka shpëtim, nuk ka derë, nuk ka port, nuk ka hyrje tek Perëndia përveç se emrit Jezus Krisht. Vetëm Krishti shpëton, vetëm Mesia shpëton, nuk ka asnjë emër tjetër që i është dhënë dhe nuk ka asnjë fe tjetër që në këtë botë mund ta shpëtojë njeriu. As nga veprat që të mos mburet dikush, as dhe nga besimet e trashëguara nga të parët e tyre. Më vjen keq. Jezus Krishti është rruga e vetme për tek Perëndia. Në rast se kombi hebre e refuzoi dhe do shikojmë pasojat dhe mallkimin që Krishti i jep kombit që fut, ne do të shikojmë që çdo njeri që në vullnetin e tij e refuzon Mesian, nuk do të hyjë në përjetësi me të. Nuk do të ketë shpëtim,
Nuk do të ketë asnjë alternativë tjetër përveç ferrit. Dhe refuzimi i krerëve fetar të Izraelit nuk ishte vetëm për ta, vëllezër dhe motra. Refuzimi i krerëve fetar të Izraelit ishte për të gjithë kombin. Dhe Jezusi u a bëri të ditur pasojat se çfarë do t'i ndodhte atyre dhe kombit si rezultat i refuzimit, cila do t'ishin pasojat e refuzimit të qifutëve ndaj Jezusit. Gjithashtu Jezusi nuk u tregoi vetëm pasojat izraelitëve, por u ka lënë edhe alternativën se çfarë ata duhet të bëjnë pra në mënyrë që Mesia të vijë përsëri. Dhe kjo gjendet, vëllezër dhe motra, në 6 vargje pra. Le të hapim Biblën tek Mateu kapitulli 23 dhe ky është predikimi për sot. Mateu 23 vargje 36 deri në 39 dhe Mateu 24 vargu 1 dhe 2. Pra, le të hapim Bibla tek Ungjilli sipas Mateut kapitulli 23 dhe vargjet 36 deri në 39. Dhe kapitulli 24 vargu 1 dhe 2. Le të lexojmë. Në të vërtet po ju them, se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këtë brez. Jeruzalem, Jeruzalem që i vret profetët dhe i vret me gur ata që t'janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bitet tu ashtu si mbledh kloçka zojtë e vet në krah, por ju nuk deshët? Ja, shtëpia juaj po ju lihet e shkret. Sepse unë po ju them, se tash e tutje, nuk do të më shihni më derisa të thoni i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Kapitulli 24, vargu 1 dhe 2. Tani, kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij u afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezusi u tha atyre: "A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtet po ju them, se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rënohet." Dhe vëllezër dhe motra, ky është konteksti i asaj që Jezusi tha në kapitullin që do të thot pra në kapitullin 24 dhe 25. Edhe pse pra Izraeli e refuzoi Jezusin, ata përsëri dëshironin atë që Mesia mund t'u afronte. Pra më kuptoni dhe njerë, vëllezër dhe motra. Edhe pse qifutët, judejnë, e refuzuan Jezusin, ata donin, pra dëshironin atë që Mesia mund t'ju afronte. Ata kërkonin kohën e Mesis, ata kërkonin përmbushjen e profecive, ata kërkonin pra shpëtimin përmes Mesis. Por ata fatkeqësisht nuk i numëruan ditët dhe nuk e kuptuan kohën e vizitës së tyre nga Perëndia. Sepse ata, vëllezër dhe motra, e dinin që Mesia do të vinte dhe ai në fakt do të përuronte pra epokën mesianike që ne e njohim në fakt si mijëvjeçarin. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore Perëndia do të përmbushi të gjitha premtimet që ai i ka bërë Abrahamit, Izraelit, Danielit dhe të gjitha premtimet që ai ka bërë përmes Krishtit, dhe në fakt ne do t'i shohim të plotësuara të gjitha ato. E vërteta është që vetëm Jezusi mund t'i përmbushi ato, sepse vetëm Jezusi është Krishti, është Emanueli, ai është Mesia i vajosuri i Perëndis. Pra edhe pse Jezusi lëshoi këtë mallkim pra, ai përsëri parashikoi kushtet për ardhjen e tij të dytë. Krishti tha me pak fjalë: "Kjo është ajo që Izraeli duhet të bëj në mënyrë që unë të kthehem si Mesia i tyre." Le të shikojmë dhe njerë Mateun kapitulli 23 vargun 36 dhe le të kalojmë varg pas vargu. Mateu 23 dhe vargu 36 thot: "Në të vërtet po ju them,
se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këtë brez. Në fakt, ne shikojmë për një gjykim pra, është një gjykim pra që bie mbi kombin, është një gjykim pra që bie mbi këtë brez. Dhe pyetja jonë është në fakt për cilin gjykim në fakt është duke folur Jezusi. Në fakt ne do ta zbulojmë në vargun 38, më poshtë kur të shikojmë në vargun 38, po ne duhet të kuptojmë dhe ne duhet të dimë vëllezër dhe motra, që gjykimi është duke ardhur mbi botën. Gjykimi do të vijë mbi këtë brez, thot Krishti. Edhe pse gjykimi po vjen, në fakt ne duhet të kuptojmë vëllezër dhe motra që kjo nuk është ajo që Jezusi do. Vëllezër dhe motra, më kuptoni se disa thonë që Perëndia i shkakton të gjitha gjërat dhe nuk është e vërtet që Perëndia i shkakton të gjitha gjërat. Le të lexojmë vargun 37 se cila është dëshira e Perëndisë, cila është dëshira e Krishtit dhe shikohet çfarë thotë. Në vargun 36 na thuhet që ky gjykim do të vijë mbi këtë brez. Po vargu 37 në fakt na tregon vullnetin e Perëndisë, na tregon zemrën e Perëndisë pra, dhe thot Jeruzalem, Jeruzalem që i vret profetët dhe i vret me gur ata që t'i janë dërguar. Sa herë kam dashur, pra sa herë ka dashur Perëndia që t'i mbledh bitë tu, pra sa herë kam dashur ta bëj popullin tim bashk, që të më duan me gjithë zemër, mendje dhe shpirt dhe me gjithë forcën e tyre. Sa herë kam dashur, thot Krishti, që t'i mbledh bitë tu, ashtu si mbledh kloçka zojt e vet në krah. Por ju nuk deshën. Pra vëllezër dhe motra, a e shikojmë zemrën e Perëndisë për njerëzimin? A e shikojmë që Perëndia nuk e do mëkatin, që Perëndia nuk e do padrejtësinë, që Perëndia nuk e do pra që njeriu të jetë larg tij, po dëshiron të jetë me të dhe ta jetojë të jetë me bollëkun e Perëndisë. Po vargu 37 në fund na thot ju nuk deshët. A është Perëndia diktator që a nuk e ka fuqinë Perëndia që ta detyroj Izraelin ta doj? Patjetër që e ka. Po Perëndia e la që ata të zgjidhin. Dhe shpesh herë vëllezër dhe motra ne Perëndia na lë dhe ne bëjmë zgjedhjet e gabuara. Jo se Perëndia nuk na do, por sepse ne zgjedhim gabim vëllezër dhe motra. Dhe shikoni zemrën e Perëndisë, se si qan Krishti kur i thot Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalemi i cili ishte qyteti i Perëndisë. Ishte vendi ku Perëndia kishte zgjedhur që emri i tij të banonte, ku tempulli i tij do të ndërtohej dhe ku ai emri i tij do të adhurohej. Dhe në asnjë vend tjetër nuk do të ishte prezenca e Perëndisë, por vetëm në qytetin e tij në Jeruzalem, dhe ai kishte zgjedhur Jeruzalemin, siç do ta shikojmë më poshtë. Pra kjo është zemra e Perëndisë për ty dhe për mua vëlla dhe motra. Perëndia thot, unë të dua, unë dëshiroj që ti të jesh me mua, unë dëshiroj që ti të ecësh në bollëkun tim, unë dëshiroj që ti të ecësh në zbulesën time, unë dëshiroj që ti të kesh shëndet, që ti të kesh mbarësi në jetë, ti të kesh prosperitet, ti të kesh sukses në gjithë udhëtimin e jetës sënde. Po vëllezër dhe motra, ai na e thot në vargun 37 në fund, por ju nuk deshët. Ne zgjedhim gabim vëllezër dhe motra. Ne vendosim gabim dhe ne përfundojmë dhe themi o Zot, po ku je ti kur më ndodhi mua kjo? Dhe ne akuzojmë Perëndin, i cili na do në mënyrë të pamohueshme. Perëndia po thot, dëshira ime është që të mbledh në krahët e mi të dashurisë. Le të kuptojmë vëllezër dhe motra, dhe po e them dhe një herë, diçka
të rëndësishme për vullnetin e Zotit. Ne kemi dëgjuar që asgjë nuk ndodh në qofse nuk është vullneti i Perëndis. Dhe po e them me fjalë më të thjeshta, nëse diçka ndodh sepse kështu është vullneti i Perëndis. Pra dhe kur ndodh keq dhe kur ndodh mirë, ne themi ky është vullneti i Perëndis. Kjo është një lloj teorie. Unë e kundërshtoj këtë gjë, jam 1000% i bindur në këtë që besoj, që kjo nuk është e vërtet, sepse në të kundërt, Jezus Krishti këtu është duke dalë blof. Pra në këtë pasazh që ne po lexojmë, Krishti është duke folur kot, pra është total në gabim. Sepse Jezusi po i thot atyre, ju nuk e dini se sa fort dua unë që t'ju mbledh së bashku, pra. Ashtu si një nën mbledh fëmijët e tij, pra ashtu si një kloçk mbledh zojt e saj. O Jeruzalem, i thot Krishti, por ju, thot, nuk po më lejoni të bëj atë që unë dua. Pra, me pak fjalë, vëllezër dhe motra, jo se nuk na do neve Perëndia, jo se vullneti i Perëndisë është i keq, jo se Perëndia është larg në dhimbjen tonë, në situatat tona, por ne nuk e lejojmë Perëndin që të bëj ai atë që ai do. Pra Perëndia na lën në zgjedhje të lirë, na lën në vullnet të lirë. Perëndia nuk është diktator. Ndryshe ai do të kishte vendosur që në kohën kur Adami mëkatoi bashkë me Evën dhe do t'i kishte dhënë fund. Po Perëndia i dha zgjedhje njeriu. Dhe shpesh herë ne zgjedhim gabim. Dhe e dini, vëllezër dhe motra, se çfarë na mëson kjo në fakt. Vullneti i Zotit jo gjithmonë bëhet, pra jo gjithmonë zë vend. Pra jo ajo që çfarë Perëndia do dhe ajo se çfarë ndodh ndonjëherë në këtë botë, në fakt janë dy gjëra të ndryshme. Gjykimi është duke ardhur mbi Izraelin, por nuk është ajo që Perëndia do për Izraelin. Nuk është ajo se çfarë Jezusi donte për Izraelin. Por ata, pra, Izraelitët, qifutët, nuk po e linin të Perëndin, pra, nuk po e linin Jezusin të bënte atë që Perëndia donte, pra. Jeruzalemi duhet të ishte qyteti i Perëndis, qyteti ku Perëndia dëshironte të banonte. Le të shikojmë tek Psalmi 132:13 se çfarë na thot. Psalmi 132 vargu 13. Pra Psalmi 132 vargun 13 na thon: duke qenë se Zoti ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij. Ky është vendi im i pushimit për jetë, këtu do të banoj sepse e kam dashur. Pra, thot Perëndia, le të shikojmë edhe ligjin e Përtërir, kapitulli 12 dhe vargu 5 çfarë na thot. Ligji për të rirë, kapitulli 12, vargu 5 na thot. Por do ta kërkoni në vendin që Zoti Perëndia juaj do të zgjedh midis tër fiseve tuaj për t'ju vënë emrin e tij si banesë e tij dhe aty do të shkoni. Pra, Perëndia do të zgjidhte, pra, një vend ku sipas udhëzimeve të tij Izraeli do të ndërtonte një tempull Perëndis dhe atje populli, pra, do të shkonte, do të mblidhej, thot fjala e Zotit, për të adhuruar Perëndin. Ligji për të rirë, kapitulli 12, vargu 11 thot. I njëjti kapitull dhe vargu 11 thot. Atëherë do të ketë një vend ku Zoti Perëndia juaj do të zgjedh për të venduar emrin e tij,
Dhe aty do të shohni tërë ato që unë ju urdhëroj, holokaustet tuaja, flijimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e larta të duarve tuaja dhe të gjitha ofertat e zgjedhura që i keni premtuar si kusht Zotit. Dhe vargu 12 thot, dhe do të gëzoni përpara Zotit Perëndis tuaj, ju, bijt dhe bija tuaja, shërbëtorë dhe shërbëtorat tuaja, dhe leviti që do të banoj brenda portave tuaja, sepse ai nuk ka as pjesë, as trashëgimi midis jush. Pra vëllezër dhe motra, Perëndia thot që jo vetëm tek ligji për të rirë në fakt, por tek i gjithë, pra tek të 5 librat e Mojsiut ose Pentatuku që quhet, Perëndia i thot Izraelit, unë do të zgjedh një vend, do të zgjedh një qytet dhe aty do të ndërtohet tempulli. Aty do të jetë prania ime dhe aty duhet të vijë çdo njeri për të më adhuruar. Jeruzalemi është qyteti që Perëndia zgjodhi të ndërtonte shtëpinë e tij, tempullin dhe ku izraelitët duhet të vinin pra që të adhuronin Perëndin. Prandaj Jeruzalemi thirret qyteti i Perëndis. Por sa herë Perëndia dërgonte një profet ose lajmëtar, izraelitët pra, ose mësuesit fetar, ose do ta keq trajtonin atë, ose do ta vrisnin pra profetin. Dhe Perëndia përfundimisht tha, unë kam dërguar shumë profet dhe lajmëtar, dhe ata disa i kanë vrarë, disa i kanë zhveshur, disa i kanë rrahur dhe i kanë lënduar. Por në fund thot Perëndia, unë do t'ju dërgoj birin tim Mesian. Por ata që i futët pra, jo vetëm që e kundërshtuan Jezusin si Mesian e tyre dhe nuk e pranuan, por në fakt ata e vranë atë. Dhe vëllezër dhe motra, ju duket kjo një gjë e njohur pra nga shkrimi i shenjtë pra që kemi lexuar. Prandaj Jezusi u foli atyre gjithmonë me shëmbëltyra. Le të hapim Biblën tek Mateu kapitulli 21 dhe le të shikojmë se çfarë ka bërë Izraeli me Mesian e tij. Mateu kapitulli 21 dhe vargjet 33 deri në 41. Dëgjoni një shëmbëltyr tjetër. Ishte një pronar shtëpie i cili mbolli një vreshte, rrethoi me gardh, gërmoi një vend ku të shtrydhte rushin, ndërtoi një kull dhe mbasi u abesoi disa vreshtarëve u nis në një vend të huaj. Dhe kur erdhi koha e të vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vet te vreshtarët për të marrë frutat e tij. Por vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij. Njërin e ran, një tjetër e vran dhe një tjetër e vran me gur. Përsëri ai dërgoi shërbëtorë të tjerë më shumë se të parët, dhe këta vreshtarë i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Më në fund ai dërgoi atyre birin e vet duke thënë, për djalin tim do të kenë respekt. Por vreshtarët kur e pan të birin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe të marrim si pronë trashëgimin e tij. Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vranë. Tani, kur të vijë Zoti i vreshtit, çfarë do t'ju bëj këtyre vreshtarëve? Ata i thanë, ai do t'i vras keqas ata faqezinj dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'i japin prodhimet në kohën e vet. Vëllezër dhe motra, Jezusi është në tempull, duke u folur me shumë shëmbëltyra, pra me parabola, dhe ata pra mezi kuptojnë në fund që Jezusi është duke u folur atyre. Pra po flet pikërisht për ata, se ata janë duke i bërë këtë gjë pra, profetëve, lajmëtarëve dhe në fund birit të Perëndis. Në fund të një shëmbëltyre në fakt ata vinë në vete dhe thonë, ai po flet për neve. Dhe ironia është që Jezusi ishte duke folur pra për ata gjatë gjithë kohës. Në kapitullin 23 Jezusi skandalizohet me ata, sepse ai kishte përmbushur pra gjithçka që shkrimi thoshte për Mesian, çdo gjë ishte kompletuar me shenja, me shërime, me çlirime, me mrekullit,
me të vdekur të ringjallur, me të verbrit që fituan të parët, me demonët të cilët u dëbuan nga njerëzit që i kishin pushtuar. Pra ai bëri gjithçka për t'u treguar që ai ishte Mesia dhe ata e refuzuan atë. Dhe ishte pikërisht kjo parabol, pra kjo shëmbëltyr që ne lexuam tek Mateu 21 vargu 33 deri në 41, ku Krishti ishte duke ua përplasur në fytyrë pra gjithë të vërtetën që ata kishin bërë që nga koha kur ishin bërë populli i Perëndis dhe deri tani sa Krishti ishte prezent. Pra çdo gjë që ekziston pra në këtë botë, vëllezër dhe motra, Perëndia na e ka lënë që ne ta përdorim. Nuk na përket neve asnjë gjë që është në këtë botë. Është e Perëndis, po Perëndia na lejon që ta përdorim sepse Perëndia ynë është i mirë dhe mirësia e tij, thot fjala e tij, vazhdon për jetë, pra vazhdon gjithmonë. Perëndia do t'ja besonte vreshtin dikujt tjetrit. Kuptoni këtë gjë në fund të kësaj, vëllezër dhe motra. Vargu 41 jep gjykimin e kombit të Izraelit. Ai thot, ata i than, ai do t'i vras keqës ata faqezinj, do t'ua besoj vreshtin vreshtarve të tjerë, të cilët do t'i japin prodhimin në kohën e vet. Pra vëllezër dhe motra, Perëndia do t'ua besonte vreshtin dikujt tjetër. Kjo deklarat e Krishtit është shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe po ashtu është pjesa e gjykimit që Jezusi u tha atyre. Sepse ata jo vetëm që keq trajtuan ose vran profetët, por në fund pasi Perëndia u dërgoi birin e tij, ata e vran atë. Dhe kjo ndodhi pra, pikërisht 4 ditë pas hyrjes triumfale të Jezusit në Jeruzalem. Prandaj gjykimi është duke ardhur. Le të shikojmë Mateu 23 vargu 38 çfarë na thot. Mateu 23 vargu 38 thot: Ja, Krishti po i flet, ose Perëndia përmes Krishtit po i flet kombit vet Izraelit, popullit të zgjedhur. Vendit që kishte zgjedhur si shtëpinë e tij, ku prezenca e tij do të banonte dhe ku ai do të adhurojë. Ky është gjykimi mbi kombin e Izraelit. Ja, shtëpia juaj po lihet e shkret. Vëllezër dhe motra, është tmerruese për një komb që është zgjedhur nga Perëndia, jo nga madhësia, jo nga forca, jo nga bukuria, po për shkak se Zoti zgjodhi që emri i tij të banonte në të. Më kujtohet Psalmi 51 kur Davidi thot: Mos më dëbo nga prania jote, frymën tënde të shenjtë mos ma hiq. Dhe pikërisht Jezusi po i thot kombit: Ja, shtëpia juaj po ju lihet e shkret. Prezenca e Perëndis nuk është më në Izrael. Për shkak të refuzimit, për shkak se ata vran birin, vran Mesian, nuk e njohën kohën e vizitës së Perëndis. Ky është gjykimi që Jezusi po u thoshte dhe që do t'i ndodhte pra atij brezi. Shtëpia juaj do të lihet e shkret. Fjala e shkret, vëllezër dhe motra, greqisht eraismos, do të thot e shkatëruar dhe e braktisur. Pra do të thot e lënë djerë, bosh. Në mënyrë të veçantë i referohet prezencës së Perëndis, fuqisë, pushtetit dhe lavdisë së tij. Pra çka na tregon ose nënkupton që Perëndia do ta lëri, pra do ta braktisi atë shtëpi. Qyteti i Perëndis dhe tempulli do të shkatërroheshin dhe do të braktiseshin nga Perëndia.
Jezusi në fakt na tregon më shumë për këtë në Mateun, në kapitullin 24 të Mateut, dhe çfarë do të zbulojmë është që shkatrimi i qytetit dhe tempulli do të ishte më i tmerrshëm se sa judenjt pra mund ta kishin imagjinuar ndonjë. Po në fakt gjatë kësaj kohe të braktisjes, diçka tjetër do të ndodhte. Tek Mateu kapitulli 21 dhe vargu 43 na thuhet. Mateu kapitulli 21 vargu 43. Prandaj unë po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis dhe do t'i jepet një kombi që do t'a bëj të jap fryt. Pra Perëndia i thot që shtëpia juaj do të lihet bosh, pa prezenca e Perëndis do të hiqej. Dhe në kapitullin 21 dhe vargu 43, Jezusi i thot konkretisht çfarë do të ndodhte. Prandaj po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis dhe do t'i jepet një kombi që do t'a bëj të jap fryt. Pasi pra mbaron shëmbëltyrën në vargun 41 pra, Jezusi flet pra për gurin e qoshes, që ai është guri i qoshes. Le ta lexojmë. Ata i thanë, ai do t'i vras keqës ata faqezinj dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë të cilët do t'i japin prodhimet në kohën e vet. Jezusi u tha atyre, a nuk keni lexuar kur në shkrimet guri që ndërtuesit e nxorën të papërdorshëm u bë guri i qoshes? Kjo është vepër e Zotit dhe është e mrekullueshme në sytë tonë. Prandaj po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis dhe do t'i jepet një kombi që do t'a bëj të jap fryt. Pra vëllezër dhe motra, në vargun 43, Jezusi shpjegon pse vreshti pra do t'u jepej një kombi tjetër. Dhe kjo ishte në fakt pjesë e gjykimit të kombit. Hebre, në fakt, për shkak të refuzimit dhe vrasjes nga ana e tyre të Mesias së tyre. Fjala kombi, më kuptoni vëllezër dhe motra, këtu thot mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet juve dhe do t'i jepet një kombi. Kujt komb? Sepse mund të në rastin e nuk kuptojmë se cili ka qenë origjinali, pra çfarë ka dashur pra të thojë me të vërtet autori këtu, ne mund të themi që mbretëria e Perëndis do të jepet një kombi të veçantë në të gjithë botën. Po le të shikojmë pra se çfarë do të thotë fjala kombi. Dhe cili ishte ky komb? Fjala komb pra, greqisht është ethnos, ishte termi që përdorej në fakt për të thënë për jo hebrejnë. Pra kur Krishti këtu thot do t'i jepet një kombi, ai i referohet jo hebrejve. Pra do t'i hiqet hebrejve dhe do t'u jepej pra kombeve të tjera, që kombe të tjera në gjuhën e hebrejve quheshin jo hebrejnë. Pra nuk ishte rëndësi se nga vinin, por nuk ishin qifut, pra nuk ishin hebrejnë. Dhe nuk po i thot në fakt që do t'i jepet pra një kombi specifik të veçantë. Ajo në fakt që po thot është që mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet judenjve dhe do t'i jepet jo hebrejve. Prandaj vëllezër dhe motra, ne jemi duke jetuar në kohën kur mbretëria e Perëndis ju është dhënë pra jo hebrejve, kohë e cila njihet si epoka e kishës. Pra kur ne themi që po jetojmë në kohën ose në epokën e kishës dhe Zoti ju afrua jo hebrejve, duhet të kuptojmë se kjo ishte pjesë e gjykimit ndaj refuzimit të kombit hebre të Mesias. Pra mbretëria e Perëndis ju hoq judenjve dhe ju dha jo hebrejve. Le të mendojmë për një çast vëllezër dhe motra.
Perëndia është i kudo ndodhur, Perëndia është i plot fuqishëm, Perëndia është i gjithdijshëm, thot Psalmi me numër 139. Perëndia është kudo dhe në çdo kohë, në të shkuarën, është në të tashmen dhe është në të ardhmen në mënyrë të vazhdueshme. Pra Perëndia nuk ka kufi, nuk ka limite kohe. Perëndia është përmbi korat sepse ai ka krijuar çdo gjë. Pyetja është, a nuk e dinte Perëndia që Izraeli do ta refuzonte Mesian? Patjetër që Perëndia e dinte, sepse ai është i gjithdijshëm, thot fjala e tij. A e di Perëndia të ardhmen, vëllezër dhe motra? Patjetër që Perëndia e di, sepse ai nuk kufizohet asnjëherë nga koha. Ai është tashmë në të ardhmen, siç ishte në të kaluarën, siç është në të tashmen, Perëndia është dhe në të ardhmen, sepse është i pakufizueshëm. A e di Perëndia në fakt se kush do shpëtohet? Patjetër që Perëndia e di, por ai ka lënë njerëzve vullnet të lirë. Duhet të kuptoni këtë gjë. Perëndia i ka lënë njeriut vullnet të lirë dhe çdo gjë duhet të kalojë përmes një procesi. Vëllezër dhe motra, më kuptoni për një gjë. Nuk ka njeri në këtë botë që të paktën një herë në jetë nuk i jepet mundësia për të njohur, për të pranuar dhe për të shpëtuar. Nuk ka asnjë njeri në këtë jetë që nuk i jepet kjo lloj mundësie. Duhet ta kuptoni. Prandaj duhet jemi vigjilent sepse ka një kohë të caktuar ku njerëz të caktuar mund ta marrin shpëtimin shumë kollaj. Pra nuk duhet humbur asnjëherë shpresa. Nuk duhet të rreshtim asnjëherë së luturi për njerëzit tanë të cilët nuk e kanë pranuar Zotin. Po gjithashtu nuk duhet të rreshtim së foluri, sepse ai moment kur ti mund t'jesh me një person, mund t'jetë momenti i vetëm që ai person mund të njohë, mund të kaloj përmes këtij procesi të njohjes së Krishtit Jezus. Perëndia e dinte që Izraeli do ta mohonte Mesian dhe që jo hebrejnë do të trashëgonin mbretërinë e cila do t'u merrej hebrejve dhe do t'u besoj jo hebrejve. Vëllezër dhe motra, asgjë nuk e ka Perëndin në befasi. Le të lexojmë tek Ligji për të rirë, kapitulli 32, 3 vargje, vargjet 19 deri në vargun 21. Ligji për të rirë, kapitulli 32 dhe vargjet 19 deri në 21 na thon. Por Zoti e pa këtë dhe i hodhi poshtë për shkak të provokimit të bijve të tij dhe të bijave të tij. Dhe tha: Unë do t'u fsheh atyre fytyrën time dhe do të shoh cili do t'jetë fundi i tyre, sepse janë një brez i degeneruar, bijt e të cilët nuk ka fare besnikëri. Ata më kanë bërë ziliqar me atë që nuk është Perëndi, kanë provokuar zemërimin tim me idhujt e tyre të kotë, dhe unë do t'i bëj ziliqar me njerëz që nuk janë një popull, do të ngacmoj smirën e tyre me një komb që s'është në vete. Për shkak të refuzimit të Jezusit, këto 2000 vjet, vëllezër dhe motra, kanë qenë të tmerrshme për çifutët, për judenjt, për kombin hebre. Nga historia në fakt ne kemi parë dhe kemi dëgjuar se çfarë tmerre ka përjetuar kombi çifut. Zoti në fakt e parashikoi se çfarë do të ndodhte për shkak të marrëzisë së judenjve dhe do të vinte një kohë kur mbretëria do t'ju hiqej dhe do t'ju jepej jo hebrejve. Ne duhet të kuptojmë diçka të rëndësishme, vëllezër dhe motra, dhe më dëgjoni dhe kuptojeni këtë gjë. Kjo gjë ose kjo kohë është vetëm e përkohshme. Po e them dhe një herë, epoka e kishës është e limituar, është e përkohshme. Kisha nuk mund dhe nuk e zvendçon dot Izraelin. Pra premtimet që Perëndia ja ka bërë Izraelit do të përmbushen në Izrael, po kjo do të ndodhi në kohën e mundimit të madh dhe në kohën e 1000 vjeçarit ku Krishti do të vijë për së dyti
dhe do të plotësoj gjithë profecinë. Po vëllezër dhe motra, ne duhet kuptojmë që Perëndia ka vendosur një limit. Pra, e mbani mend nga predikimet e mëparshme kohën midis javës së 69 dhe javës së 70, që të vijë java e 70 duhet ndodhin disa gjëra. Dhe koha e jo hebrejve duhet të plotësohet, duhet të përmbushet. Pra është ajo që Krishti thot tek Mateu kapitulli 28, mua më është dhënë pushtet përmbi çdo gjë. Shkoni në mbar botën dhe bëni dishepujt. Dhe paktëzojeni në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, dhe ja unë jam me ju deri në fund të kohës. Pra vëllezër dhe motra, ne duhet të kuptojmë që ka një kohë kur Ungjilli do të çohet në çdo kom, dhe unë besoj që është shumë afër fundit. Me këtë përhapje teknologjie, me këtë përhapje të shumë gjërave, fundi është shumë i afër. Dhe ne shikojmë edhe vetë që sa të afërta janë kontinentet për t'u arritur tashmë. Pra me anë të zhvillimit të shkencës, të aviacionit dhe të gjitha gjërave. Pra vëllezër dhe motra, ne shikojmë që me të vërtet, dhe unë besoj shumë që jemi shumë afër rrëmbimit të kishës. Pra kisha nuk mund dhe nuk e zvendësot dot Izraelin. Pra me pak fjalë, koha e jo hebrejve ose epoka e kishës do të përfundoj, është e limituar. Le të shikojmë tek Romakët kapitulli 11, vargjet 1 dhe 2 se çfarë thot Pali. Romakët kapitulli 11, vargjet 1 dhe 2 se çfarë Pali thot. Unë pra them, a thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? As pak, sepse edhe unë jam Izraelit nga pasardhja e Abrahamit, nga fisi i Benjaminit. Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara. A nuk e dini ju ç'thot shkrimi për Elian, si i drejtohet ai Perëndis kundër Izraelit duke thënë? Nuk po vazhdoj më vonë. Pra Perëndia, thot Pali, nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e ka njohur që përpara. Pali e thot shumë qartë, vëllezër dhe motra. Perëndia nuk e ka hedhur poshtë Izraelin. Prandaj, kushdo që beson në teologjinë e zvendësimit, pra, që thot se kisha e ka zvendësuar Izraelin, duhet pra që të mos mbahet me të madh, mos krenohet, mos kujtoj se di çdo gjë, sepse izraelitët ose Izraeli ose çifutët janë akoma populli i zgjedhur i Perëndis. Për shkak të refuzimit të Mesias, ata ndodhen pra në këtë gjendje. Ata ndodhen në gjykimin e Perëndis dhe në një situatë të tmerrshme ose të keqe. Por kjo gjë do të ndryshojë. Romakët kapitulli 11 vargjet 25 dhe 28 na thon. Romakët 11, kapitulli 11 vargjet 25-28 na thon. Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshet, që të mos mbajeni me të madh në veten tuaj si se i ka ndodhur një ngurtësim një pjesë të Izraelit derisa të ketë hyrë të rësia e jo hebrejve. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet. Po e lexoj edhe një herë, vëllezër dhe motra. Kisha nuk e ka zvendësuar Izraelin. Shikoni çfarë na thot apostulli Paul te Romakët kapitulli 11, vargu 25 dhe 26 deri te 28. Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të paditur. Pra Perëndia dëshiron që kisha e tij ta kuptojë, ta njohë, mos të krenohet, mos të krekoset, sikur ka marrë gjithë premtimet e Izraelit dhe i ka mbi kishën. Është për shkak të gjykimit mbi kombin e Izraelit, është për shkak se izraelitët, çifutët, klasa fetare refuzoi Mesian, e vrau, dhe Perëndia ka derdhur bekimet mbi kishën. Po, kisha është frytdhënëse. Perëndia e tha mjaft qartë, Krishti e thot, unë do t'ua besoj atyre dhe ata do t'japin fryt, thot. Kisha e ka mundësinë të jetojë gjithë bollëkun e Perëndis, sepse i është dhënë nga Perëndia.
Ne thjesht duhet jemi besnik, jo besnik siç Izraeli ishte. Për këtë gjë Izraeli humbi premtimet, për këtë gjë Izraeli vuan, për këtë gjë Izraeli shkatrohet, pra është shpërndar në të gjitha kombet. Po është për një farë kohë, sepse Pali thot, i ka ndodhur një ngurtësim një pjesë të Izraelit, derisa të ketë hyrë të rësia e jo hebrejve, ose e kombit, ose e kombeve të jo hebrejve. Pra ka një limit, vëllezër dhe motra. Kur të rësia e jo hebrejve të plotësohet, fokusi i Perëndis kthehet mbi Izraelin. Dhe kështu mbar Izraeli, thot vargu 26 te Romakët kapitulli 11, do të shpëtohet. Kemi bërë 7 predikime, vëllezër dhe motra, keni dëgjuar se çfarë do t'i ndodhi 2/3 e Izraelit në kohën e mundimit madh, që njihet si trubullirat e Jakobit. Do ta lexojmë, do ta shikojmë pak më vonë profecinë për të. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar, nga Sioni do të vijë çlirimtari dhe do të largojë pabesin nga Jakobi. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta, kur unë t'ju heq mëkatet e tyre. Për sa i përket ungjillit, ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etërve. Perëndia nuk e ka haruar Izraelin, kisha nuk e ka zvendësuar Izraelin. Është një kohë që i është dhënë kishës në mënyrë që tërësia e jo hebrejve, atë që ne kemi parë në dasmën e qenjit që do të ndodhi, kur Perëndia të vendosi që koha u përmbush, Krishti do të vijë dhe do të rëmbej kishën e tij. Për çfarë misteri në fakt është duke folur Pali? Për misteri në fakt të epokës së kishës. Për judejnë, vëllezër dhe motra, kisha ishte një mister. Fjala mister në fakt, e përkthyer nga greqishtja, misteria, do të thot diçka që nuk u është zbuluar brezave të mëparshëm, dhe tani i zbulohet këtij brezi, kësaj gjenerate, dhe atyre që do të vinë në të ardhmen. Kisha në fakt ishte një mister. Ne nuk e gjejmë pra kishën në Dhjatën e Vjetër, nuk flitet pra dhe përmendet emri kish në Dhjatën e Vjetër, sepse të ishe pjesë pra e popullit të Perëndis, duhet të ishe pjesë e Izraelit. Pra ose duhet ishe Izraelit, ose duhet ishe bërë pjesë e kombit të Izraelit. Prandaj në fillimet e kishës, ne duhet kuptojmë atë armiqësi, atë luftë që farisejnë, që saducejnë, që priftërinj, klasa fetare pra, të gjithë ata që i ndiqnin bën kundër të krishterëve të parë. Ne duhet ta kuptojmë atë, sepse koncepti kish për ata nuk ekzistonte, nuk njihej, ishte mister, ishte si mund ta themi, si i mbuluar me vel, si thoshte Perëndia për Mojsiun. Ai kur vinte poshtë nga mali, nga që shkëlqente fytyra e tij, populli kishte frikë, dhe ai vinte gjithmonë një vel kur fliste me popullin, me Izraelin, sepse ata kishin frikë se mund të vdisnin kur ishin në prezencë të Mojsiut. Pra vëllezër dhe motra, duhet kuptojmë që kisha ishte një mister pra për popullin që i fut, pra për Izraelin, sepse Dhjata e Vjetër nuk e përmente këtë gjë, sepse Dhjata e Vjetër thoshte që kushdo që duhet ishte Izraelit, duhet të bëj pjesë e popullit, duhet të kryente rrethprerjen dhe duhet me se s'bën pra të praktikonte të gjitha rritet fetare dhe të besonte Jahven, Perëndinë e Izraelit. Prandaj, vëllezër dhe motra, kishte dilema, kishte pyetje në lidhje me rritet judeje, prandaj kishte probleme. Nëse shikojmë tek libri i Veprave ne gjejmë, a duhet të rrethpriten jo hebrejt apo jo, a duhet të praktikojmë pra ligjet fetare apo jo, duhet të rrimë me çifutët dhe s'duhet të rrimë me çifutët. Pra shikojmë dhe atë konfliktin e apostullit Paul pra me Pietrin, pra i cili rinte me hante dhe pinte me jo hebrejt dhe pastaj bënte si hebrej. Pra kuptojmë këtë lloj tensioni apo këtë lloj
situate jo të kuptuar mirë pra, sepse nuk ishte ky koncept, nuk ekzistonte në popullin qifut, që një kom tjetër do të merrte trashëgimin që Perëndia kishte. Probleme si dha duhet të zbatonin ligjin e Mojsiut dhe çfarë duhet bënin pra që të shpëtoheshin. Kisha ishte mister, por nuk e zvendçon Izraelin. Të gjitha premtimet në fakt që ju bën Izraelit nuk i janë transferuar kishës. Epoka e kishës do të vazhdoj derisa koha e jo hebrejve të përmbushet. Pas kësaj, vëllezër dhe motra, fokusi i Perëndis do të kthehet mbi Izraelin. Ne duhet të kuptojmë një fakt shumë interesant. Duhet t'ju them një gjë për librin e zbulesës. Vëllezër dhe motra, libri i zbulesës nuk u dha dhe nuk është për kishën. Më kuptoni, 4 kapitujt e parë po, janë për kishën, po mbas kapitullit të 4, ju duhet ta kuptoni që Jezusi kthehet të rëmbej nusen e tij, kishën, dhe 7 vitet e mundimit të madh pra fillojnë. Pra fillon java e 70 e profecisë së Danielit. Dhe i gjithë qëllimi i Perëndis pra, në kohën e mundimit të madh dhe të 1000 vjeçarit, është që të përmbushi të gjitha profecit pra që ka premtuar, dhe kryesorja është ajo që pam, të kthej judenjt në pendim dhe ta njohin dhe ta pranojnë Jezusin si Mesian e tyre. Jezusi ishte dhe është Mesia. Dhe ne, vëllezër dhe motra, të gjithë kemi nevojë për të. Ata pra, i qifutët do të pendohen dhe do të thërasin në fakt në kohën e mundimit të madh dëshpërimisht që Jezusi të kthehet dhe ai pra do të kthehet. Më lejoni t'ju them fakte tani, sepse duaj që çdo gjë ta vërtetoj me fakte. Ky është gjykimi që do të vinte mbi kombin e Izraelit, për shkak se ata refuzuan Mesin. Së pari, Jeruzalemi, qyteti i Perëndisë dhe tempulli do të shkatërroheshin dhe do të lihej pra bosh, do të braktisej pra nga Perëndia. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, më kuptoni që nuk do të thotë që nuk do kishte më njerëz që nuk do të banonin aty. Por kjo gjë nënkuptonte që Perëndia e ka lënë, e ka braktisur shtëpinë e tij. Së dyti, vëllezër dhe motra, fakti i dytë, judenjt do të shpërndaheshin kudo nëpër botë dhe kjo ndodhi. Së treti, vëllezër dhe motra, dhe e fundit, mbretëria e Perëndisë në fakt do t'i hiqej Izraelit dhe do t'u jepej jo hebrejve. Derisa, kjo është shumë e rëndësishme, sa herë të lexoni fjalën derisa, koha e jo hebrejve të përmbushet. Le të lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 21 vargu 24. Luka 21:24. Doktor Luka i themun, i cili ishte, si i themin e ferykt, i çmendur për detajet, detajist në kulm, doktor e sapi. Dhe ata do të bien nga kteu i shpatës, do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët derisa të plotësohen kohët e paganëve. Ai pra flet për gjykimin që do të vinte mbi Izraelin sepse refuzuan Jezusin si Mesian e tyre. Luka, vëllezër dhe motra, thot derisa, pra fjala derisa do të thot derisa, deri në një pikë, pra derisa të përmbushet, pastaj çdo gjë mbaron, pra nuk ka më kohë, ka marr fund pra. Dhe ky është kuptimi i fjalës derisa që thot Luka. Pra ata izraelitët do të bien nga kteu i shpatës, do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët derisa koha të plotësohet, derisa të mos ketë më kohë, të plotësohen kohët e paganëve. Pra koha që Perëndia i ka lënë kishës.
Pra shkatrimi dhe shpërndarja ndodh pra derisa koha e jo hebrejve të përmbushet. Dhe izraelitët pra të pranojnë dhe të njohin Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, ta kuptojnë që ai ishte dhe është Mesia i tyre, dhe ky është kushti në fakt që Krishti Jezusi të kthehet përsëri. Pasi Jezusi deklaroi gjykimin pra mbi Izraelin, ai tha që me të vërtet diçka duhet të ndodhi derisa kjo ta zëvendësoj pra u dha pra kushtet, sepse ata me të vërtet kishin nevojë për Jezusin, ata do ta kërkonin Jezusin, do të kërkonin pra që koha e Mesias të kthehej, do të kërkonin pra që të gjitha profecitë që Perëndia bëri gjatë gjithë periudhës pra, nga Abrahami te Davidi, të gjitha këto profeci pra të përmbusheshin, por do të përmbushen vetëm gjatë epokës së Mesias. Pra vëllezër dhe motra, do të vijë një kohë kur Izraeli do të kërkojë Mesian dhe ai nuk do të vijë derisa këto kushte pra të plotësohen nga Izraeli. Mateu 23 vargu 39. Le të shikojmë kushtin që Perëndia i ka vendosur Izraelit. Mateu kapitulli 23 dhe vargu 39 që lexuam. Sepse unë po ju them, thot Jezusi, se tash e tutje nuk do të më shihni më, derisa të thoni, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Cili është kushti, vëllezër dhe motra? Po e lexoj dhe një herë kushtin e kthimit të dytë të Mesias për Izraelin. Sepse unë po ju them, thot Krishti, se tash e tutje nuk do të më shihni më derisa të thoni, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Pra kushti që ata ta shohin Jezusin përsëri është ky varg pra. Me pak fjalë, Jezusi nuk do të rikthehet derisa Izraeli ta pranojë që Jezusi ishte dhe është Mesia, vëllezër dhe motra. Pra ky varg, pra vargu 39 përfshihet në 6 vargjet që ne kemi lexuar më përpara. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Në fakt është një psalm mesianik, vëllezër dhe motra, është një këngë, është një thirrje zemre nga Izraeli. Ky psalm duhet i këndoj, pra do t'i këndoj Mesias kur ai të vinte dhe populli ta mirëpriste dhe përshëndeste. Pra e pam më përpara këtë gjë, se si populli e mirëpriti dhe than bekuar qoftë Krishti, Hosana, Hosane birit të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Por priftërin, saducejnë, farisejnë, e kthyen popullin përmbys duke e bërë Jezusin të urryer. Pra nuk e pranuan si Mesian e tyre dhe gjykimi erdhi mbi kombin. Atë që Jezusi është duke i thënë kombit të Izraelit është kjo: ju nuk do të më shihni më derisa ju të më pranoni si Mesian tuaj, derisa ju të thërrisni, i bekuar qofsh ti Jezus, që vjen në emër të Zotit. Dhe ky është qëllimi kryesor i 7 viteve të mundimit të madh, vëllezër dhe motra, që ta kthej Izraelin te njohuria e shpëtimtarit të tij Jezus Krishtit. Dhe kur kjo të ndodhi, Jezusi do të rikthehet për herë të dytë. Ja pse, vëllezër dhe motra, ne kemi kaluar rreth 7 predikime në mënyrë që ne të njohim dhe kuptojmë që rrëmbimi i kishës dhe kthimi i dytë i Jezusit janë 2 ngjarje të ndryshme. Kemi folur për këtë, vëllezër dhe motra, predikim për ardhjen e dytë të Jezusit. Ardhja e dytë e Krishtit nuk është e panjohur. Po e them edhe një herë, ardhja e dytë e Krishtit nuk është e panjohur. Ne e dim eksaktësisht kur do të ndodhi, por në fakt rrëmbimi i kishës është i panjohur sepse mund të ndodhi, thot fjala e Zotit, në çdo çast, sepse nuk ka kushte që duhet të plotësohen në mënyrë që rrëmbimi të ndodhi.
Pra siç e thash që parë, Perëndia ka vendosur një limit për jo hebrejnë. Pra kur koha e jo hebrejve të plotësohet, Perëndia e ka vendosur me veten e vet. Dhe vetëm Zoti e di. Ne kemi parë predikimet e para që Krishti thot, atë kohë unë nuk e di, vetëm Ati e di. Pra kur Perëndia të vendosi që koha plotësua, Krishti do të vijë dhe do të rrëmbej kishën e tij. Të vdekurit do të ringjallen dhe do të bashkohen në qiell pra me shpirtrat e tyre, dhe ata që janë gjallë nuk do të vdesin, por do të rrëmbehen, thot fjala e Zotit. Dhe ata që do të mbeten më pas, do të kalojnë përmes mundimit të madh, 7 viteve të mundimit të madh, ku Antikrishti, për të cilin folim për në predikimin e mëparshëm, do të bëjë një traktat paqeje me Izraelin për 7 vjet, dhe në mes të 3 viteve, në mes të 7 viteve, pas 3 viteve e gjysmë, ai me veprat e tij do të shpalli veten që është Zot, do të përdosi tempullin i cili do të lejohet të ndërtohet në Jeruzalem, dhe do të çojë një objekt i cili do të jetë i urryer, do të ketë fuqi, thot fjala e Zotit, që të ndryshojë kohën dhe festat hebraike dhe të përmbysi komplet pra procesin priftëror pra të ofrimit të holokausteve dhe të ofertave, dhe vëllezër dhe motra do të ndodhi përndjekja më e madhe që mund të ketë ndodhur ndonjëherë në të gjithë botën, ku 2/3 e çifutëve do të vriten dhe 1/3 do t'i klithi Zotit. Po kushti që ata t'i klithin Zotit është ky varg 39 që thot Krishti. Pra pasi shtëpia e tyre të lihet e braktisur, mbretëria e Perëndisë t'u jepet kombeve, pasi kombet, epoka e kishës të mbaroj dhe kisha të rrëmbet, kisha nusja e Krishtit, vëllezër dhe motra, Krishti, kushti që Krishti të kthehet për herë të dytë është ky. Sepse unë po ju them, thot vargu, kapitulli 23, vargu 39 i Mateu, se tash e tutje nuk do të më shihni më derisa të thoni, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Jezusi nuk do të vijë për së dyti derisa Izraeli ta pranojë dhe të thojë, i bekuar je ti Jezus që vjen në emër të Perëndisë të Zotit. Ti ishe dhe je Mesia jon. Le të lexojmë një varg tek Hosea, profeti Hosea, vëllezër dhe motra, kapitulli 5 dhe vargu 15. Do të kthehem në vendin tim derisa të njohin që jam fajtor, dhe do të kërkojnë me siguri fytyrën time. Në mjerimin e tyre do të më kërkojnë me zel. Po e them dhe një herë, do të kthehem, thot Zoti, në vendin tim, derisa të njohin që janë fajtor, që vranë Mesin dhe nuk e njohën, dhe do të kërkojnë me siguri fytyrën time, do klithin, ti je Zoti, ti je Mesia, Jezus, ti je shpëtimtari, ktheu. Në mjerimin e tyre do të më kërkojnë me zel, për shkak të raprezaljes, vëllezër dhe motra. Kombi i Izraelit do ta kërkojë Krishtin dëshpërimisht. Dhe ky është qëllimi i mundimit të madh, ta kthej kombin që i fut tek Zoti. Pra populli i Perëndisë të kthehet tek Zoti. Dhe Krishti vjen dhe koha e mijëvjeçarit vazhdon, fillon pra, ku Krishti do të përmbushi të gjithë pjesën tjetër të profecive. Pra cili ishte faji i Izraelitëve, vëllezër dhe motra, sipas profetit? Ata në fakt refuzuan Mesian e tyre dhe më keq, ata e kryqëzuan me duart e romakëve. Dishepujt në fakt u shokuan pra,
nga shpallja e këtij mallkimi mbi kombin hebre, pra nga ana e Jezusit. Ata nuk e prisnin një reagim të tillë, specifikisht e pjesa kur Jezusi në fakt i paralajmëron që qyteti i Jeruzalemit dhe tempulli do të shkatërroheshin. Le të kthehemi tek Mateu, kapitulli 24 dhe vargjet 1 dhe 2. Mateu kapitulli 24 vargu 1 thot: Tani, kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij u afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Dhe le të shikojmë reagimin e dishepujve. Përse po mundoheshin në fakt dishepujt t'i tregonin Krishtit ndërtesat e tempullit? Ti mbushnin mendjen Jezusit në fakt që të shikonte tempullin dhe të shikonte gjithë ndërtesat madhështore pra që e rrethonin atë. Duke sikur ata i thonin Krishtit: Jezus, shiko gjithë këtë tempull, shiko këtë qytet, shiko sa mund është ndërtuar. Këtu është prezenca e Perëndis, këtu është qyteti i Perëndis, këtu banon emri i Perëndis. Po ky mallkim mbi këtë qytet, po ky mallkim mbi këta njerëz. Në fakt, dishepujt duket sikur po kërkonin që kjo gjë të mos ndodhte, sepse çfarë Jezusi po u thoshte atyre dukej në fakt si ëndra më e keqe pra që ata kishin parë ndonjëherë pra në jetën e tyre. Ata në fakt as mund ta shkonin në mendje pra se si Jeruzalemi dhe tempulli do të shkatërroheshin dhe se prezenca e Perëndis do të largohej pra nga kombi hebre. Jezusi i përgjigjet atyre në vargun 2. Por Jezusi u tha atyre: A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtet po ju them, se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rënohet. Dukej sikur gjithçka ishte vendosur, vëllezër dhe motra. Dhe dishepujt në fakt të munduar dhe të menduar dhe të shokuar pra e ndoqën Jezusin në fakt për te mali i ullinjve. Dhe vëllezër dhe motra, me të arritur tek mali i ullinjve, 4 nga dishepujt në fakt po i bluante brenda vetes së tyre ky fakt. 4 dishepujt më të afërt të tij, Simon Pietri, Jakobi, Gjoni dhe Andrea, ju afruan Jezusit dhe i bën 3 pyetje specifike. Dhe këto 3 pyetje specifike ishin për fundin e korave. Dhe Jezusi në fakt i përgjigje të 3 pyetjeve, duke treguar se çfarë do të ndodhte në kohët e fundit. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, se çfarë do të ndodhte në kohët e fundit, është e mirë. Është një gjë shumë e mirë, vëllezër dhe motra, sepse ne jemi brezi që do të shikojmë ardhjen e Krishtit Jezus. Amen. Vëllezër dhe motra, le të lutemi, le të falenderojmë Zotin për mirësinë e tij, për këtë derë të hapur, për ne jo hebrejt që ta njohim Krishtin, ta pranojmë, ta jetojmë jetën me të, t'i japim fryt dhe të ecim çdo ditë pra me Perëndin ton. Vëllezër dhe motra, jetojmë në kohën e hirit, po ky hir është i përkohshëm. Është një hir i cili zgjat për një farë kohe, derisa Perëndia ta ketë vendosur. Kur kjo kohë të vi, vëllezër dhe motra, ne duhet të kuptojmë që kisha do të rrëmbehet dhe kush do të mbesi mbrapa, do të shohë kohën ku zemërimi i Perëndis do të derdhet mbi botën. Dhe unë të lutem ty sot, në rast se nuk e njeh Krishtin, të lutem, Perëndia të ka zgjatur dorën. Nuk ka tjetër. Janë 324 profeci që Krishti përmbushi. Është një shifër marramendse që nuk mund të llogaritet se sa shumë duhet të përkonin pra, në mënyrë që një njeri të përmbushte kaq shumë profeci. Jezusi është Krishti, është Mesia, është shpëtimtari i botës dhe Perëndia përmes Krishtit Jezus, për shkak të mohimit të kombit hebre, na dha mundësi neve jo hebrejve
që të pranojmë që të futemi në mbretërinë e tij. Mos e lër shpëtimin tënd për nesër. Sot është dita e shpëtimit, nesër mund të jetë shumë vonë. Pranoje Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, thërrite atë ndërsa është afër, mos e gjyko Perëndin për gabimet që ne kemi bërë, për zgjedhjet që ne kemi bërë, për vendimet e gabuara që ne kemi bërë. Jo se Zoti nuk do që ne të përparojmë, jo se Zoti nuk do që ne të kemi prosperitet, të kemi sukses në jetë, jo se Zoti nuk dëshiron që ne të kemi shëndet, të kemi financa, të kemi mirëqenie. Merreni si të doni nga të gjitha anët që ju mendoni se jeni gjykuar, pra. Nuk është dëshira e Perëndis. Është për shkak të mëkatit që ne vuajmë, që kjo botë lëngon, që të merre ndodhin në këtë botë. Po kjo kohë do të ketë fund. Prandaj të ftoj ty sot, nëse nuk e njeh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, pranoje Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Thërrite në zemrën tënde dhe ai do vi, do të banojë aty. Përmes frymës së shenjtë ai do të hapi sytë e mendjes së të zemrës. Do të pastrojë, do të shenjtërojë. Dhe ti do të jesh i tij deri në përjetësi. Vëllezër dhe motra, njeriu nuk humbet. Shpirti i njeriu nuk humbet. Shpirti i njeriu është i pavdekshëm. Koha e gjykimit do të vijë një ditë. Mos e refuzo Krishtin sot. Sot është dita jote. Thërrite Zotin ndërsa është afër. Amen. Bekuar qofsh ti o Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm. Falenderoj për fjalën tënde. Falenderoj për dorën tënde të shtrirë. Falenderoj Zot Perëndi i dashur që Zot, ti o Zot Perëndi i dashur na ke thënë që ne jemi kombi, ne jo hebrejt, por shikojmë lavdin tënde. Ne jemi nusja jote, jemi kisha jote o Zot. Dhe ti po gëzon Perëndi, sepse koha është e afërt, ku nusja do të rëmbehet dhe do të jetë bashkë me ty o Zot. Dhe do të gëzoj në prezencën tënde o Zot. Dhe do të gëzoj për fitoren tënde o Zot, për ringjalljen tënde, për shenjtërimin tënd, për uljen tënde në lavdi o Zot. Dhe kisha jote do dalje pastër, e shenjtëruar, e bardhë, do dalje e bukur përpara teje o Zot. O Perëndi, faleminderit për shpëtimin që na ke ofruar. Faleminderit për zbulesën e fjalës tënde. Faleminderit Zot Perëndi i dashur që ti nuk je Perëndia që braktis. Po o Zot, ti lejon shpesh herë vendimet tona o Zot. Na lejon neve Zot të përballemi me pasojat e vendimeve tona o Zot. Po ti na do Zot dhe ti na lë një kurth Zot që ne të kthehemi, të therasim ty o Zot, të pendohemi Zot, të pranojmë fajet dhe mëkatet tona, të thrasim ty si Zot dhe shpëtimtar. Dhe ti restauron Zot. Ti o Zot Perëndi i dashur na jep një qëllim të ri, një vizion të ri. Ti na hap syt të shikojmë drejt të ardhmes me ty o Zot. Dhe unë lutem sot për çdo vëlla dhe motër që dëshiron që të pranojë ty si Zot dhe shpëtimtar. Lutem Zot që ti të falësh fajet dhe mëkatet e tyre. Lutem Zot që ti të ulesh në fronin e zemrave të tyre. Ti pastrosh, ti shenjtërosh, ti drejtësosh Perëndi i dashur. Dhe ti nxjerrësh Zot të bardhë, faqe bardhë përpara teje. Faleminderit për çdo vëlla dhe motër, për durimin, për dashurinë që kanë për fjalën tënde dhe për zbulesën që ti jep Zot. Falenderoj Zot Perëndi i dashur që Zot unë jam i bindur Zot që përmes gojës së vëllezërve dhe motrave Zot që predikojnë fjalën tënde Zot. Ti o Zot Perëndi i dashur je duke i zbuluar kësaj kishe Zot, gjëra të lavdishme Zot. Gjëra Zot që shumë të tjerë kanë dashur ti din Zot Perëndi. Po unë falenderoj Zot që ti na e zbulon neve Zot, që ndoshta jemi të refuzuar, ndoshta i merremi në përkëm nga kishat e tjera, nga besimtarët e tjerë. Ndoshta shikohemi si të vegjël, ndoshta shikohemi si jo të ditur, jo të mençur nga ana njerëzore, të pafuqishëm, pra ne duket sikur jemi të hedhur nga njerëzit. Po Perëndi, ne shikojmë dashurinë tënde, shikojmë zbulesën tënde. Ne shikojmë fitoret e tua o Zot në popullin tënd. Ne shikojmë Zot vizitat e tua, shërimet, transformimet. Ne shikojmë Zot jetë ndryshuar o Zot. Ne shikojmë Zot që Krishti jetohet o Zot. Perëndi, unë lutem
që gjaku yt jetë mbi çdo familje, mbi çdo vëlla dhe motër. Mbrojtja jote të jetë mbi familjet tona. Ne refuzojmë djallin, çdo plan të tij, ne i themi në emër të Krishtit Jezus, shporu nga shtëpitë tona, nga familjet tona, nga fëmijët tanë, nga çdo gjenerat që është në emrin ton, dhe ne lutemi që vajosja e Perëndis do të jetë mbi shtëpitë tona, që gjaku i tij do të na mbrojë. Ne lutemi që ëngjëjt e Perëndis do të luftojnë për ne dhe Perëndia do të na japë fitoren. Zot, jepi fitoren çdo vllai dhe motre në nevojat që ata kanë, në sëmundje, në të mira, në të këqija, o Zot. Ti qëndroj pranë, Zot Perëndi. Dhe unë lutem, Zot, që kjo zbulesë, Zot, tu japi guxim, Perëndi, për të jetuar për ty, për të folur për ty, për të bërë vullnetin e ti tënd, Zot, në çdo ditë jetës së tyre. Në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, unë falenderoj dhe lutem. Dhe them amen. Amen, vëllezër dhe motra. Ju bekoj, Perëndia qoftë stre dhe mburoje juaja. Natën e mirë dhe Zoti ju bekoft.